Incident serioz e quan sulmin terrorist në Banjsk, misioni OKB-s në Kosovë UNMIK. Po pikrisht gjuha ka rëndësi, thot ministria jashtme Donika Gërvalla, e cila mori pjesë në takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilin u diskutua për raportin 6 mujor për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres. UNMIK-u nuk përmbush më asnjë funksion që do të justifikonte praninë e tij. Përderisa organizatat e tjera ndërkombëtare ofrojnë vlerësime të balancuara, UNMIK vazhdon të shtrembërojë faktet. Realiteti në terren u bë shkas që përpos Kosovës, edhe SBA-ja sërish të kërkojë mbylljen e UNMIK-ut në Kosovë. Madje përfaqësuesi amerikan John Kelly tha se mandati i këtij misioni është i kaluar e shpenzimet për të janë të panevojshme. 89% e buxhetit shkon për pagat e punëtorëve, edhe pse misioni ka kohë që e ka tejkaluar mandatin e vet. SBA-ja e bën thirrje shteteve anëtare që ta rishikojnë këtë mandat, që së bashku të fillojmë një përmbyllje konsistente. Sipas SBA-s, UNMIK-u do duhej të fillonte transferimin e funksioneve tek agjencitë e tjera të OKB-s në mënyrë që mbyllja të jetë graduale. Megjithatë, njohësit e rrethanave politike në vend vlerësojnë se kërkesa zor që mund të arrihet. Mbyllja e misionit të UNMIK-ut është në vullnetin e 5 shteteve të OKB-s që janë anëtare të përhershme në Këshillin e Sigurimit, dhe aty është edhe Rusia dhe Kina, dhe qasja atyre dihet në raport edhe me pavarësinë e Kosovës, po edhe me shtetin e Kosovës në përgjithësi. Nëse shikojmë në aspektin praktik, mundësia është pas një marrëveshjes Kosovë-Serbi. Misioni i UNMIK-ut vepron sipas rezolutës 1244 të OKB-s dhe ka status neutral ndaj Kosovës.